Kandidati për deputet i koalicionit Euroatlantik në qarkun e Lezhës, Eduard Ndoce, i shoqëruar nga skuadra këtij grupimi politik, zhvilloi një takim elektoral me qytetarët e Rubikut. Në një atmosferë të ngrohtë dhe me pjesëmarrje të konsiderueshme, Ndoce prezantoi vizionin dhe alternativën që ofron koalicioni Euroatlantik në zonën e Mirditës dhe Mëxhër. Gjatë fjalës së tij, Ndoce i theksoi rëndësinë e një ndryshimi të thellë politik, duke bërë thirrje për ndëshkimin e politikës së tranzicionit, e cila sipas tij ka shpopulluar dhe shkatruar Mirditën në këto 33 vite. Në këto 30 vite, miqtë mi, me të vërtetë si se tha Marku, ne kemi votuar njerëzit e gabum. Jam edhe unë pjesë e kësaj që kam votuar njerëzit e gabum. Edhe unë kam gabimet mia politike, si çdo njëri nga ne këtu. Sepse një pjesë kanë votuar për tifozllëk, një pjesë kanë votuar se kanë bindje se dikush mund ta sjellë këtë demokraci, por ne kemi dalë gjithmonë bllafët dhe po të marrësh Mirditën, është qyteti dhe Karhina më varfër Republikës Shqipërisë. Dhe jetojnë mbi Flori. Ky ka qenë qyteti i Florinit. Dhe unë erdha para 3 ditësh e mora 2000 flet palosje për t'i shpërndarë në Rubik. Unë kam shpërndarë vetëm 7, sepse nuk gjeta asnjëri më në Rubik. Kjo është katastrofa më madhe që është e bën Mirditës, por Shqipërisë. Duhen t'i marrin ujin kaqinarit, po si mund t'i heqësh ujin fshatarit? Nuk ndërtojnë sjellës, po duhen t'i marrin dhe atë ujë oligarkët që kjo qeveri ka dhënë në koncesion me qindra hidrocentrale, ku shkatrohen qindra fshatra. Përmeni rrugën e Velës, por është edhe rruga për Latit. Se ka 4 vite që u kanë presh dhe urën dhe përlatësit e kanë mresh urën me lekët e veta për të kalu me këshu këshpia. Se e kanë pas rrugën e vjetër, por tendri është vjedh 50% që në Gjenezë. Nuk do të ndodhi mas DAS 12. Koalicioni Euroatlantik do të jetë koalicion që do të ndërtojë qeverinë. Qytetarët e Rubikut garantuan mbështetje maksimale për kandidatin Eduard Ndoce dhe koalicionin Euroatlantik në zgjedhjet e 11 majit. Pra ju lutem shumë, të ditë që kanë metë. U drejtohem edhe popullit Rubikut, po i drejtohem e ju, zotëri që kërkoni me u bë deputet. Nuk jeni deputet për vetë, jeni deputet për leje. Ai që nuk e vlerë sa këtë punë, ai vroni se ja keni gabim. Na ka një shans, se Amerika dënën blurk, do të gjë verin e Tiranës, edhe Salibris. Edhe Bec. Takimi në Rubik u mbyll me duar trokitje dhe me premtime për mbështetje në zgjedhjet e 11 majit, ndërsa Eduard Ndoce vijon turin e tij elektoral në zona të tjera të qarkut të Lezhës.